Zëra Tabaku, për çfarë keni kërkuar fjalën? Zëra Tabaku. Po. Zoti Beleshi, për dy çështje të cilat mendoj që janë të rëndësishme që të theksohen që në fillim të diskutimit të kësaj seance që lidhen dhe me proces verbalen. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar një mocion me debat për sa i përket diskutimit programit qeverisë, ka kërkuar njëkohësisht edhe një mocion për kryetarin e kuvendit, por nga ana tjetër për të diskutuar, për të pasur dhe një interpelancë për prioritetet e qeverisë për sa i përket proceset integrimit që lidhen me programin e qeverisë. Mendoj që në nisje të kësaj seance ne duhet të fokusohemi tek kërkesat të cilat u diskutuan edhe në konferencën e kryetarëve. U theksuan në seancën e kaluar, po theksohen edhe tani. Kështu që mendoj që kjo çështje ka nevojë të specifikohet. Së dyti, ne patëm një debat të gjatë në konferencën e kryetarëve për përgjegjësinë e komisioneve parlamentare. Komisionet parlamentare, të cilët kanë vendosur një raportim në komisionin përgjegjës dhe në komisionin për monitorimin e institucioneve pavarura, është antikushtetuese dhe në shkelje të rregullores së kuvendit. Ka vetëm një komision përgjegjës, ashtu siç rregulloria e thot në nenin 37 dhe në nenin 103 të rregullores, dhe komisioni përgjegjës mban përgjegjësinë për raportimin e institucioneve. Nuk ka disa komisionet privilegjuara dhe disa komisionet të dorës së dytë. Të gjitha komisionet parlamentare kanë të njëjtën rëndësi. Ja u thash në konferencë kryetarëve, po e përsëris dhe tani. Ky policimi i kuvendit dhe ruajtja e kuvendit me një komision që e keni ngritur dhe sajuar për të gjetur punë xhafës nuk duhet marrë përgjegjësinë e komisioneve të tjera parlamentare. Këto dy çështje doja të ngrija që ka nevojë që edhe të specifikohen. Faleminderit. Faleminderit.